ελληνική μουσική είναι ιδιαίτερα αγαπητή ανάμεσα στους νέους της Αλβανίας. Βρισκόμαστε σε μια ταβέρνα στο κέντρο της Κοριτσάς, όπου η νεολαία της πόλης απολαμβάνει φαγητό και ποτό υπό τους ήχους δύο έμπειρων μουσικών που είναι ειδικοί στην καντάδα. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έχει ζήσει κάποια χρόνια στην Ελλάδα και είναι συλλέκτης παραδοσιακών αντικειμένων και αντικών, όπως φαίνεται και από τη διακόσμηση του μαγαζιού του. Εδώ το κάθε αντικείμενο έχει να διηγηθεί τη δικιά του ιστορία, που έρχεται ως αντίλαλος από ένα ασπρόμαυρο παρελθόν. Στην Ελλάδα δούλεψα στην Αθήνα. Εκεί, περίπου 3 χρόνια σε ένα εστιατόριο μεξικάνικο. Και μετά ήρθα εδώ και άνοιξα το μαγαζί με τέτοιο στυλ που ήταν. Μαζεύω και τις αντίκες, δηλαδή τα έχω σε δύο. Δηλαδή από εδώ είναι το μαγαζί μικρό και από εκεί η ταβέρνα. Αυτά ήταν όλα δεκαετία του 30, 40, πριν το σύστημα. Με το βασιλιά δηλαδή, το Αχμέτ Ζόγκου. Αυτό ήταν νόμισμα του βασιλιά, του Ζόγκου. Και το έχουν φτιάξει, το έχουν κάνει σαν διακοσμητικό. Ενθύμιον, πολέμου Κοριτσά. Και ήταν ένας Ευάγγελος Περιστέρα, αυτό, ήταν Έλληνας που τα φτιάχνει αυτά. Και αυτή η συλλογή είναι κοπάρει στην Ελλάδα αυτή. Είναι από όλο τον κόσμο. Σπίρτα είναι αυτά όλα. Ωραίο δεν είναι, Αυτό είναι μαθηματικό ορθολόγιο του 1915. Σε αυτή την ταβέρνα τα πάντα κουβαλούν μνήμες. Το ίδιο και η μουσική. Ο Βασίλη Νίκο είναι ηθοποιός και μουσικός, ειδικός στην καντάδα, για την οποία φημίζεται η Κοριτσά. Qyteti ynë njihet si qyteti i serenatave. Dhe për t'u evidentuar është momenti i kyç i vitit 1908, kur një nga protagonistët e muzikës dhe të serenatës korçare, zoti Spiridon Ilo, krijon bandën e parë të qytetit Korçës dhe në vitin 1908 qyteti ynë ishte me bandën e parë me 40 veta me vegla frymore që përbeheshin nga fanfara e qytetit dhe luante pjesë të ndryshme të ardhura nga vendet të ndryshme, sepse ne në fakt nuk kishim pjesët tona të bera, edhe himni flamurit në atë kohë sapo erdhi dhe ka ardhur nga Rumania dhe është luajtur për të parë dhe nga banda e qytetit Korçës. Të gjithë këto pas luftës së parë botërore, të gjithë këta general që ishin këtu, edhe profesor që u hap dhe liceu i parë francez, luajtë një rol të jashtëzakonshëm për mbledhjen e këngëve të serenatave të ndryshme, sepse një nga protagonistët e serenatës ka qenë dhe Spiridon Ilo, që ka bërë dhe shumë këngë të serenatës korçare që këndohen, ose një pjesë e mirë për të mos u evidentuar, mendonin që ta linin emrin anonim, sepse nuk donin që të evidentonin si një këngë të bërë vetë, kishin një farë morali dhe nuk donin që këngën që e kishin tuazuar nga spanjishtja, nga frëngjishtja ose nga italishtja, ta kultivonin dhe ta prezantonin si këngën e tyre. Kështu që në atë kohë filloi shumë të këndohej serenata në masë në Korçë. Dhe në vitet 20-30, dhe në vitet e para luftës së dytë botërore, ishte një bum i madh me serenata, me shumë kompleksitet, por me lirika të ndryshme. Ne kishim një etje të jashtëzakonshme si qytetar korçar, një etje të jashtëzakonshme për muzikën. Dhe këtu gjente një vend të jashtëzakonshëm, sidomos kur hyri muzika italiane. Një bazë e jashtëzakonshme e muzikës italiane që krijoi shumë serenata, që këndohen dhe sot, akoma në këtë kohë. Dhe në vitet pas viteve 45, serenata vazhdoi të trajtohej mirë dhe kishte një impakt të mirë në popull. Por me ardhjen e komunizmi vendosi që nuk duhet të këndohej as serenat dhe në vitet 1967 me prishjen e kishave, xhamive dhe të gjitha sekteve dhe të gjitha këtyre kulteve fetare u ndaluan së kënduari dhe të gjitha serenata. Në
1989-90, me ardhjen e demokracisë, ajo filloi të zhvillojë dhe më shumë. Dhe ne morëm iniciativën që të gjithë që serenatat ti rikujtonin dhe ti përsëritim dhe njëherë, apo jo? Dhe ne filluam të ripërtrisim. Duhet thënë për shkak që të jemi të vërtet, duhet thënë dhe një gjë shumë e veçantë, sepse Serenata Korçare u mor dhe nga individ të veçantë dhe u keq përdor, ose më mirë, me hyrjen e teknologjisë, ajo filloi të bastardoj. Dhe ne nuk e pranonim dot. Prandaj dhe jemi autoktonë në serenatën tonë. Kështu që në këto vite ne e mbajmë serenatën dhe është e rrallë që të gjesh këngë dhe serenata të mirëfillta, të bukura, si këto që po këndojmë ne tani. Me vinë në zemër nga Korça Vojin, ta pronoj unë fatin atje në Selanik, kur hyra me mbrojtje me turp kabareve, unë njoha një greke të shtorur në qepe, kur hyra me mbrojtje me turp kabareve, unë njoha një greke të shtorur në qepe. Ne të vetë Selanikut dhe Korana së vete, greqke bukur lozonjare, me lezet të rinë ma shpet, do të shkojun bashkë me të, do të pijun kabareve, do të janë tjerë fundin kësaj bote, nga që se jam pokara. Në ropi, në vati, me grapa para, në shire në pati, që jam pokara, i lutem kësaj zemre, atë të harroje, njeriu në jetë pengon të gaboj, i lutem kësaj zemre, atë të harroje, njeriu në jetë asje se pengon të gaboj. Ne të vetë Selanikut dhe Korana së vete, greqke bukur lozonjare, me lezet të rinë ma shket, do të rojën bashkë me të, do të pijun kabareve, do t'janë tjerë fundi kësaj bote, me gjithse jam fukara. Do të tjerë fundi kësaj bote, me gjithse jam fukara. Kultura e Greqisë fillon në Selanik. Në qoftë se nuk do të ishte ajo gjë e bukur i Selanikut, që është edhe porta kryesore për shpërndarjen në të gjithë Evropën, por njëkohësisht dhe në gjithë Mesdheun, pavarësisht sepse Athina dhe këto tjerat janë më afër me Mesdheun dhe me vendet e tjera. Nga Selaniku ka lindur e vërteta e Greqisë.